Pra, të vizitave në përshkolla, të demonstrimeve, të cilat janë nga një anë edhe argëtuese për fëmijët, tërheqëse për fëmijët, por nga ana tjetër janë edhe informuese. Dhe kur them fëmijët kanë parasysh nxënësit e shkollave të mesme që duhet përfshihen në këtë proces, por edhe më të vegjëlit që duhet të fillojnë të ndërgjegjësohen për domosdoshmërinë që t'jemi të gjithë të qartë se me çfarë kemi të bëjmë. Është një armik i ri i njerëzve të planetit dhe i këtij planeti, ndryshimi i klimës dhe ngroja gjithmonë më shqetësuese globale. Elementi tjetër që u tha këtu dhe që unë dua ta nënvizoj është teknologjia. Do të vazhdojmë të fuqizojmë flotën tonë, pa diskutim. Së shpejti do të hapet edhe fizikisht, sepse është çelur si proces me marrëveshjen e shkruar Akademia e Forcave Ajrore dhe do të fillojë në Vlorë edhe përgatitja e pilotëve të rinj, ashtu si kundër do të vazhdojë të rriten kapacitetet e flotës. Këtu jemi në një qendër që flet vet kur e shikon se si është transformuar për të administruar të flotën tonë të helikopterëve, por përtej kësaj duhet dhe do të shtojmë në mënyrë të ndjeshme flotën e dronëve. Kemi përgatitur dhe jemi duke u marrë për ditë, qoftë me porositjen e dronëve me kamera termike për të monitoruar në kohë reale pyjet dhe për të kapur sa më shpejt sinjalin e zjarit, ashtu si kundër jemi duke vlerësuar porosit për dronët që bëjnë mbjellje, sepse është dhe ky element tjetër i rëndësishëm që të mendojmë me njëherë për ripërtritjen e atyre territoreve që digjen nga zjarret dhe patjetër këtu nuk harroj edhe nevojën që ta pasurojmë flotën tonë ajrore edhe me avionët e nevojshëm zjarfikës hap pas hapi. Po ashtu e tha ministrja, kemi nevojë dhe kemi filluar punën për sistemet e hershme të alarmit, duke krijuar qendrat e integruara të kontrollit për reagim të shpejt me mjetet toksore. Këto janë pak a shumë pikat rreth cilave përmblidhet gjithë kjo përpjekje e përbashkët, por arsyeja pse jemi sot këtu është për të dhënë një sinjal shumë të qartë që sot zjarret janë në horizont, por koha deri kur të përballemi me to është shumë e çmuar dhe nuk është e gjatë, është e shkurtër. Prandaj çdo ditë sipas detyrave në këtë front të gjerë, të gjithë duhet të bëjmë pjesën tonë edhe duhet të bëjmë punën tonë. Duhet të bëjmë punën tonë sepse kemi mundësi, nuk kemi mundësi që t'i ndalojmë zjarret, se se ka bërë kush, por kemi mundësi që të punojmë për të zvogluar sadopak dëmin e pavitueshëm që ato bëjnë. Për arsye të kësaj sfide e kam ndjekur edhe personalisht të gjithë procesin e
masave edhe të ndërhyrjeve që kanë bërë vendet të tjera, disa vendet të tjera, duke filluar nga Greqia, që e ka pasur dhe ka një problem të rënd kronik